إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجيغ لافدريمة تقين الله سبحانه وتعالى أتا لافدرين ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e çon humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, friksojeni Allahut të lartësuar dhe falenderojeni atë për begatitë e mëdha dhe mirësitë e shumta të tij. E nuk ka dyshim se prej mirësive të tij është edhe ajo që muslimanët sot po festojnë Fitr Bajramin, një festë e cila është gëzim dhe kënaqësi për çdo musliman dhe muslimane, nga se sot ata arritën përmbushjen dhe përfundimin e një adhurimi madhështor, i cili është një ndër 5 shtyllat e Islamit. Pra ai musliman që e shfrytëzoi të muajt begat dhe i përmbushë adhurimet e lishme për Allahun e lartësuar me sinqeritet të pastër dhe sipas sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, vërtet ai meriton që në këtë ditë Bajrami të jetë i lumtur dhe i gëzuar. Ndërsa ai që i shpërdoroi dhe i çoi dëm këto ditë Ramazanit, si dhe u tregua dëmbel ndaj adhurimeve të ligjësuar në të, pra në të muaj begat, ai është i privuari dhe i humbur. Mirë po pyetja që çdo musliman duhet ja bëj vetes pas përfundimit të këtij muaji begat është: çfarë detyre ka besimtari pas muajit Ramazanit? Si është gjendja e robit pas këtij farzi madhështor? Valla duhet kthehen njerëzit në një gjendje siç ishin para Ramazanit? Valla është përmirësuar sjellja e besimtarit nga një gjendje e keqe në një gjendje më të mirë? Nuk ka dyshim se këto sezone janë një lindje e re për muslimanin. Prandaj ai duhet pendohet tek Allahu i lartësuar dhe t'i bëj këto sezone një mundësi e re për të rregulluar veprat e tij dhe për t'u kthyer tek Zoti i tij. Ndaj Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni tek Allahu që të gjitha ju besimtar në mënyrë që të shpëtoni. Po ashtu Allahu i patmeta thot në librin e tij: "Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." O ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim sinqert. Pra muslimani duhet ta di se këto sezone të mirësisë janë një tjetërsim i plot i realitetit muslimanit, nga jeta pa kujdesisë dhe largimit nga Allahu për në jetën e drejtësisë dhe afrimit ndaj tij. Prandaj, nga devijimet që shejtani i bën njeriu dhe nga mashtrimet që nefsi njeriu dhe urdhon robin për keq, është se shumë njerëz tjetërsohen totalisht në krahun e kundërt, duke u kthyer prapa tek bërja e gjunaheve me njëherë pas përfundimit të këtyre sezoneve të adhurimit. Ndaj Allahu i lartësuar i thret robërit e tij me thirrjen e imanit, pra me thirrjen e besimit, që t'i përmbahen sheriatit të tij, t'i përgjigjen atij dhe të dërguarit të tij, t'i friksohen Allahut të lartësuar me frikë të vërtetë dhe të adhurojnë atë me adhurim të vërtetë. Mirë po a ka ndonjë që t'i përgjigjet kësaj thirrjeje madhështore? Pra Allahu i lartësuar na thërret duke thënë: "Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë
dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju të cilët keni besuar, përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit kur ju thërret juve për të ajo që ju jep jetë. Prandaj, le të përgjigjemi thirrjes së Allahut dhe urdhit të tij. Detyra jonë është që të rregullojmë gjendjen tonë sipas Kuranit dhe Sunetit dhe sipas asaj që ishin të parë të këtij ummeti. Duhet të shohim ndikimin e adhurimit në sjelljen tonë, në marrëdhënien tona dhe moralin tonë. Dhe shenja e pranimit të veprës është që njeriu të bëhet më i mirë në vepra dhe në gjendjen e përgjithshme të tij se sa që ishte më përpara. Ndaj gjëja e parë që duhet të realizojmë është tauhidi, pra veçimi i Allahut me adhurim. Të mos adhurojmë askënd përveç Allahut dhe të mos ja dedikojmë asnjë lloj adhurimi dikujt tjetër veç tij. Pra duhet patjetër të largohemi nga shirku, qoftë ai shirku i madh apo i vogël, sepse ai është krimi më i madh. Askush nuk ka bërë krim dhe gjuna më të madh se sa ai që i bën shirk Allahut të lartësuar. Për këtë arsye, Kurani është i mbushur plot nga fillimi deri në fund me paralajmërim kundër shirkut. Madje Allahu i lartësuar e ka paralajmëruar edhe krijesën më të mirë të tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndaj shirkut duke thënë: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين." Më të vërtetë është shpallur ty, o Muhammed, dhe atyre para teje se nëse i bën shok apo ortak Allahut në adhurim, puna jote do të asgjësohet dhe do të jesh prej të humbërve. Ndaj muslimani duhet largohet nga çdo gjë që e çon atë në shirk dhe kufër, sikurse është shkuarja tek magjistarët, tek fallxorët dhe parashikuesit e tjerë. Ashtu muslimani duhet të ruhet edhe nga bidatët, pra shpikjet në fe, sepse rreziku i tyre është më i madh se rreziku i gjunave. Prandaj ai duhet pendohet prej tyre dhe të ndjek vetëm profetin sallallahu alaihi wasallam. Ashtu sikurse muslimani ka detyrë që të largohet nga të gjitha haramet, pra nga imoraliteti dhe çdo gjë që çon tek ajo, nga shikimi i ndaluar, nga dëgjimi i muzikës, sepse ajo është rrugë që çon drejt imoralitetit. Po ashtu muslimani duhet ta pastrojë pasurinë e tij nga kamata, sepse ajo është luftë kundër Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe me të vërtetë Allahu i lartësuar e ka paralajmëruar me dënim të dhimbshëm atë që merret me kamat, duke thënë: "Alladhina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون." Ata që hanë kamatën, ata nuk ngrihen nga varret në ditën e gjykimit, vetëm ashtu sikur se ngrihet ai i çmendur nga të prekurit e shejtanit. Kjo sepse ata thanë tregtia është njësoj si kamata. Por Allahu e ka lejuar tregtinë dhe e ka ndaluar kamatën. Ndaj atij që i vjen këshill nga Zoti i tij dhe ndalet, atëherë ati i takon falje për gjunat që ka kaluar më parë dhe çështja e tij është tek Allahu. Ndërsa kush kthehet tek kamata, ata janë banorët e zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Po ashtu muslimani duhet ruhet nga mos respektimi i prindërve, nga ndërprerja e lidhjeve farefisnore, nga dëmtimi i fëmijëve dhe nga çdo moral i keq. Po ashtu ai duhet të hapë një faqe të re me xhamin, të falë 5 kohët e namazit me xhamat, dhe të mos i neglizhoj ato në mënyrë që të mos i ngjaj hipokritëve. Prandaj robërt Allahut, përpiquni që Allahu të mos ju shohë juve aty ku ju ka ndaluar, sepse Allahu nuk i fshihet asgjë, ai i di shikimet tradhtare dhe atë që fshehin zemrat. E lutim Allahun e lartësuar të na jap sukses në atë që ai do dhe është i kënaqur dhe të na ndihmojë në përmendjen e tij, falenderimin e tij dhe adhurimin e mirë ndaj tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Robert Allahut, edhe pse këto sezone të adhurimit kanë përfunduar, jeta besimtarit e gjitha është adhurim dhe gjitha është sezoni bindjes ndaj Allahut të lartë madhëruar. Kjo nga se Allahu i patmetë dhe i lartësuar thot në librin e tij: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa ty të të vijë vdekja. Prandaj besimtari është ai që adhuron Allahun në çdo kohë. Çdo minutë e natës dhe ditës për të është mundësi për adhurim. Ai vepron adhurime të ndryshme dhe i praktikon ato në të gjitha format e sunetit. Ai adhuron Allahun në çdo gjendje dhe ruhet prej tij. Ai adhuron Allahun me sinqeritet dhe sipas sunetit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe pikërisht këto janë dy kushtet për pranimin e veprës tek Allahu i lartësuar. Ndaj Allahu i patmetë thot: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kush shpreson takimin me Zotin e tij, le të bëj vepra të mira dhe të mos shoqërojë askën në adhurimin e Zotit të tij. Pra, vepra të jetë në sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar dhe sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj le ta pasojmë këtë muaj të begat që përfundoi me agjërimin e 6 ditëve të muajit Shawal, sepse shpërblimi i tyre është i madh tek Allahu i lartësuar. Së fundmi i lutëm Allahut të lartësuar që të na pranojë veprat tona të mira dhe të na jap sukses në përmbushjen e adhurimit ndaj tij, si dhe të na bëjë prej atyre që vazhdojnë me bindje dhe devotshmëri ndaj Allahut të lartë madhëruar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.